Do të ngritet Kurani brenda natës, nuk do të mbetet edhe një ajet i vetëm. Çka do t'ju ban dobi atyre fjala La ilaha illallah? Do të mbeten mbi sipërfaqen e tokës vetëm idhujtarët, vetëm të këqit, vetëm të prishurit. Rënimi i Qabes, shkatërimi i Qabes, atëherë do të paraqitet edhe një shenjë madhe e kiametit, nga e cila njerëzit do të besojnë, do të kthehen, do të pendohen. Mirë po besimi i tyre nuk vlen, pendimi i tyre nuk vlen. Cila është ajo shenjë? Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, nuk ka dyshim se një ditë çdo gjëje do t'i vijë fundi. Nuk ka dyshim se një ditë çdo gjë do të shkatërrohet. Nuk ka dyshim se një ditë çdo krijesë do t'i dorëzon shpirtin Allahut Azza wa Jall. Nuk ka dyshim se një ditë do të ndodhë kiameti. Kiameti do të ndodhë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na njoftoi për shenjat në prag të kiametit. Derisa një ditë prej ditëve i pa disa sahabe duke biseduar në xhami, duke diskutuar, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por çfarë po bisedoni? Than, ja Rasul Allah, po e përkujtojmë kiametin, e përkujtojmë fundin e kësaj dunjaje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nuk do të ndodh kiameti derisa të shfaqen, derisa të paraqiten, derisa të ndodhin 10 shenjat e mëdha të kiametit. Do të ndodhin këto 10 gjëra, pastaj do të përfundon çdo gjë. Në mesin e tyre kemi përmendur shfaqja e Dejjalit, zbritja e Isait alayhi salam dhe dalja e popujve Ya'juj edhe Ma'juj si shenja të mëdha të kiametit. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmendi ad-dukhan, paraqitja e një tymi i cili do të zbret nga qielli dhe i cili do ta përfshin mbar botën. Tha Allahu Azza wa Jall, fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bi dukhanin mubin yaghsha an-nas hadha adhabun alim. Priti derisa të zbret nga qielli një tym i madh i cili do t'i përfshin të gjithë njerëzit. Vërtet ky është një dënim i dhimbshëm. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi për 3 shafitje të mëdha të tokës, për 3 qarje të mëdha të tokës. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një shafitje, një lindje, një në perëndim dhe një në xhezirën arabe.
3 qarje të mdhaja të tokës, të cilat do të ndodhin në fund apo në prag të kiametit, me gjitha tërmetet që ndodhin, me gjitha fatkeqësitë që mund të ju ndodhin njerëzve, me gjitha ato që kanë ndodhur dhe janë duke ndodhur deri më sot. Këto 3 shafitje janë të mdhaja, janë të veçanta dhe janë të rrezikshme, të cilat do t'i përjetojnë njerëzit në fund të kësaj dunjaje. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na njoftoi për gjendjen e botës, për gjendjen e njerëzimit edhe pas popujve Ya'juj edhe Ma'juj. Do të jetojnë njerëzit në islam, do të jetojnë njerëzit larg adhurimeve të kota, do të jetojnë njerëzit në rrugën e Allahut azza wa jall. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pas popujve Ya'juj edhe Ma'juj, njerëzit do të bëjnë umre dhe njerëzit do të bëjnë haxh. Mirë, po një kohë e tillë nuk do të jetë për gjithmonë, do të vazhdon një kohë derisa gradualisht njerëzit përsëri do të kthehen në adhurimin e gjërave të kota, do të kthehen në adhurimin e idhujve përsëri. Subhanallah, do të luan rolin e tij shejtani. Aq është roli i rrezikshëm, aq janë lojrat e mëdha, sa që njerëzimi do të devijon përsëri dhe nuk do të mbetet njerëz të mirë mbi sipërfaqen e tokës. Do të ngritet dituria, do të ngritet njohuria, do të ngritet leximi i Kur'anit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të fshihet islami ashtu siç fshihet vizatimi, shkrimi mbi veshjen, mbi robën e njeriut, veshjet të cilat kanë vizatime, shkronja e kështu me radhë, ashtu si të fshihen gradualisht, do të fshihet islami. Njerëzit nuk do të dinë çka është namazi, çka është agjërimi, çka është sadakaja, çka është kurbani. Do të mbeten disa njerëz të cilët do të thonë la ilaha illa Allah, do të thonë kështu i kemi dëgjuar baballarët dhe gjyshrit tanë. Këta njerëz do të qëndrojnë që kanë mbetur duke thënë la ilaha illa Allah. Transmetuesi i këtij hadithi, Hudhaifa radhiyallahu anhu, u apërcolli të tjerëve, i cili ishte afër, tha: o Hudhaifa, çka do t'ju ban dobi këtyre njerëzve fjala la ilaha illa Allah, kur ata nuk din as çka është namazi, as çka është agjërimi? Çka do t'ju ban dobi këtyre kjo fjalë? Hudhaifa radhiyallahu anhu nuk u përgjigj. Për së dyti, çka do t'ju ban dobi atyre fjala la ilaha illa Allah? Hudhaifa nuk u përgjigj. Për së treti, çka do t'ju ban dobi këtyre njerëzve fjala la ilaha illa Allah? Tha Hudhaifa radhiyallahu anhu, do t'i shpëton nga zjarri i xhehenemit. Fjala la ilaha illa Allah, këta njerëz do t'i shpëton nga zjarri i xhehenemit. Mirë, po njerëzit nuk do dinë çka është namazi, çka është agjërimi, çka janë ibadetet, derisa tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të ngritet Kur'ani brenda natës. Ata që e din përmend ma nuk janë, ata që e kanë në libër të shkruajtur, edhe librat ma nuk janë mbi sipërfaqen e tokës, në duart e njerëzve, e as në mendjet e njerëzve. Nuk do të ketë ma Kur'an brenda natës, nuk do të mbetet edhe një ajet i vetëm. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk do të bëhet kiameti por derisa ende do të thuhet mbi sipërfaqen e tokës Allah, Allah, por derisa do të ketë njerëz të cilët do ta njohin Allahun dhe do ta përmendin Allahun. Mirë, po kur nuk do të mbetet askush, kur nuk do të thuhet mbi sipërfaqen e tokës la ilaha illa Allah, atëherë do të bëhet kiameti. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk do të bëhet kiameti derisa njerëzit të rikthehen adhurimit të Latit dhe Uzzas. Njerëzit do të kthehen në idhujtari, në vend të Allahut do t'i adhurojnë idhujt.
Tha Aisha radiallahu anha, ja Rasul Allah, ne kemi menduar që nuk ndodh ma një gjë e tillë pas ajeti që Allahu azza wa jall e zbriti në Kur'an dhe tha, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kulli walau kariha al-mushrikun. Allahu është ai I cili e dërgoi pejgamberin e tij me udhëzim me të vërtetën që dominon mbi gjitha fetë, edhe nëse këte e urrejnë idhujtarët. Pas kësaj përsëri njerëzit do të kthehen në idhujtari. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, po, kjo do të jetë një kohë derisa don Allahu azza wa jall. Pastaj Allahu do ta dërgon një erë të lehtë, nga e cila çdo njeri I cili ka qoftë edhe një grimc të imanit do t'ja dorëzon shpirtin Allahut azza wa jall, dhe do të mbeten vetëm njerëzit e këqinj. Do të mbeten mbi sipërfaqen e tokës vetëm idhujtarët, vetëm të këqit, vetëm të prishurit. Derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi edhe për fundin, për kohën në të cilën do të ndodh fatkeqësia e madhe, tragjedia e madhe, cila është ajo rënimi I Qabes, shkatërimi I Qabes, në atë kohë që nuk do të mbetet mbi sipërfaqen e tokës musliman, nuk do të thuhet mbi sipërfaqen e tokës la ilaha illa Allah, nuk do të ketë në mesin e njerëzve Kur'an, nuk do ta dinë njerëzit çka është namazi. Në atë kohë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, do ta rënon Qaben një njeri I cili është emërtuar Dhussuwaikatin, një njeri I zi me kam të holla, I cili vjen nga Habeshe, nga Etiopia, nga ato vende. Do të vinë disa njerëz në krye me këtë njeri. Në transmetimin tjetër tha, sikur jam duke e pa një njeri të zi me kam të holla të shtrembëta, I cili është duke rënuar Qaben, duke hiq nga një tull, edhe Qabja do të përfundon. Për çfarë arsye? Qabja është e bukur, Qabja është e shenjtë, kur në te shihen miliona njerëz, kur në te adhurohet Allahu azza wa jall. Xhamiat janë të bukura, jo nga mermeri, jo nga investimet e mëdhaja, jo nga milionat që futen në te. Xhamia është e bukur kur është përplot me xhamatin besimtar, të cilët bien në sejdë dhe thon subhana rabbiyal a'la. Mirë po xhamiat e zbrazëta, xhamiat e mbyllura nuk e kanë bukurinë e tyre. Edhe Qabja në atë kohë në të cilën nuk do të ngelet asnjë musliman, edhe Qabeja do të rënohet, edhe Qabeja do të shkatërrohet, do të mbeten në fund njerëzit më të këqij mbi sipërfaqen e tokës. Atëherë do të ndodh kiameti I madh, atëherë do të ndodh shkatrimi, atëherë do të përfundon çdo gjë, atëherë do të paraqitet edhe një shenjë madhe e kiametit, nga e cila njerëzit do të besojnë, do të kthehen, do të pendohen. Mirë po besimi tyre nuk vlen, pendimi tyre nuk vlen. Cila është ajo shenjë? Ngelet për të vazhduar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi, nuk do të ndodh kiameti derisa të paraqiten 10 shenjat e mëdha të kiametit. Do të paraqitet Dejjalli, do të zbret Isa alayhis salam, do të paraqitet populli Ya'juj dhe Ma'juj, do të zbret timi dhe do të qëndrojnë dhe do të paraqiten 3 shafitje të tokës, një në lindje, një në perëndim dhe një në xhezirën arabe, dhe ngelen 3 shenjat e fundit të kiametit para se të coptohet dhe para se të shkatërohet çdo
çdo gjë në tokë dhe para se të përfundon çdo krijesë e cila jeton mbi të qëndrojmë deri në frymëmarrjen e fundit me në këtë din të na forcon. E t'ja dorëzojmë shpirtin tonë azza wa jall, ashtu si Allahu është i kënaqur. Lutim Allahun azza wa jall, muslimanët kudo që janë, Allahu t'i ndihmon. Gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson. Të varfërit tanë Allahu t'i pasuron. Të sëmurët tanë Allahu t'i shëron. Të vdekurit tanë Allahu t'i mëshiron. Lutim Allahun azza wa jall, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.